Kreu i SPAK pritet të zgjidhet më 11 dhjetor, kur Këshilli i Lartë i Prokurorisë do të mbajë seancën dëgjimore për kandidatët Adnan Xholi, Klodian Braho, Doloreza Musabelliu dhe Elvin Gokaj. E më pas do të zhvillohet edhe votimi. Mandati i aktualit Altin Dumani mbaron më 18 dhjetor, kur dhe do t'i dorëzojë detyrën pasardhësit. Sipas burimeve, procesi është i përflakur nga lobime të forta në prapasken. Altin Dumani po tenton të favorizojë Klodian Brahon, ndërsa flitet për ndërhyrje të qeverisë për të vendosur një besnik të saj, veçanërisht pas hetimeve që SPAK ka zhvilluar deri tek numri 2 i qeverisë. Ndërkohë loja më e nxehtë po zhvillohet për kreun e BKH-s, ku dy grupe konkurrojnë për pozicionin, i cili duhet të ishte zgjedhur që më 31 gusht. Përplasje ka pasur edhe brenda komisionit 3 antarësh, Dumani, Arben Kraja, Behar Dibra, ndërsa vonesat nga organet qeveritare dhe ndërhyrjet politike kanë shtyrë finalizimin e procesit. Kulisat tregojnë një lojë të ndërlikuar me pazare, influenca dhe presione për dy emrat e institucioneve kyçe të luftës kundër korrupsionit. Deputeti socialist Tërmet Peçi është paraqitur sot për rreth 1 orë në SPAK, ku është marrë në pyetje për firmat dhe procedurat që ka firmosur gjatë kohës kur drejtonte Bashkinë e Tepelenës. Hetimi lidhet me privatizimin e ish pallatit të pionerëve në qytet, çështje e kallëzuar nga njëri prej pronarëve të objektit. Peçi rezultoni denoncuar edhe nga opozita, ku Arben Ristani ka kërkuar hetime për tenderat e zhvilluar në Tepelen, duke akuzuar se përfituesit janë zgjedhur në mënyrë të favorizuar. Ndërkohë, një kallëzim tjetër mban firmën e Ardiana Kalas, e cila vitet e fundit është bërë një prej zërave më aktiv të denoncimeve në SPAK. Deputeti mbërriti vetëm në prokurorinë e posaçme, rreth orës 10 të mëngjesit, dhe doli pa dhënë asnjë shpjegim për gazetarët. I vetmi koment i tij ishte një fjali e shkurtër: "Të fal Aristanit." Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar ashpër ndaj deklaratës së eurodeputetes Marta Kos, e cila tha se zgjedhjet në Shqipëri ishin të lira. Berisha u shpreh se PD ka dënuar këtë qendrim publikisht, duke e cilësuar si deklaratë të frymëzuar dhe të paguar nga propaganda e Edi Ramës dhe ekstremizmi i majt politik. Ai theksoi se deklarimi i Kos është në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar të monitorimit të zgjedhjeve dhe me kodin zgjedhor shqiptar. Sipas Berishës, zëdhënësi i Komisionit Evropian ka mbajtur një qendrim të drejtë dhe të papajtueshëm me deklaratat e Kos, duke sulmuar ashpër eurodeputeten. Berisha e cilësoi atë si adhuruese pa kushte të Edi Ramës, ndërsa garantoi se PD mbetet e angazhuar me proceset e integrimit evropian. Ish deputeti Myslim Murizi ka goditur ashpër Sali Berishën në protestën e PD përpara kryeministrisë, duke deklaruar se demokratët nuk i besojnë më liderit historik. Murizi tha se nuk mori pjesë në protest pasi Partia Demokratike është e njëjtë prej vitesh dhe nuk ka asnjë ndryshim real. Ai ironizoi premtimet e Berishës, duke thënë se PD u kthye nga foltore në faltore dhe nga parti e djathtë në parti djathi, ndërsa vendimarrja mungon, pasi sipas tij Këshilli Kombëtar nuk është mbledhur që prej 12 marsit. Murizi u shpreh se qytetarët duhet të protestojnë për problemet e tyre, e jo vetëm kur i thërret politika, duke shtuar se nuk ka vlerë të dalësh në shesh nëse nesër opozita ulet me Ramën në tryez. Ai akuzoi PD-n se flet për oligark me seleksionim dhe se hesht për aferat si Dializa apo Bankers Petroleum, të cilat i cilësojnë ndër më të rëndat e viteve të fundit. Presidenti i PL Ilir Meta ka kërkuar zyrtarisht që të merret në pyetje nga SPAK në lidhje me ngjarjen e 21 janarit, ku u vran 4 protestues në bulevard. Sipas avokatit të tij, Meta ka kërkuar kontakt me prokurorin e çështjes për të pyetur si person që ka djanim mbi ngjarjen. Ironikisht, rikthimi i kësaj dosjeje lidhet pikërisht me momentin kur Meta u filmua me zë dhe figurë. Video e publikuar nga Dritan Prifti, që ngriti akuza të rënda për korrupsion. Pas shpërthimit të skandalit, Partia Socialiste thirri protesta që kulmuan me tubimin e 21 janarit 2011, i cili përfundoi tragjikisht me 4 viktima dhe 10 të plagosur. Dosja e bujshme pritet të ndezë sërish debatet politike dhe juridike mbi përgjegjësitë e asaj dite. Kryetari i grupit parlamentar të PD Gazmend Bardhi zhvilloi sot një takim me të ngarkuarën me punë të ambasadës amerikane Nancy Van Horn. Përmes një deklarate publike, Bardhi theksoi se SBA mbetet aleati më i rëndësishëm i Shqipërisë në çdo fazë të historisë së saj. Gjatë bisedës me diplomatën amerikane, Bardhi ka shprehur shqetësimet e tij për rritjen e korrupsionit dhe ndikimin e krimit të organizuar në jetën politike dhe institucionale të vendit. Ai akuzoi qeverinë se në 12 vitet e fundit ka mbajtur pushtetin duke u bazuar tek paratë pista dhe lidhjet me kartelet e drogës. Sipas tij, rruga e vetme për ta nxjerrë Shqipërinë përpara është një betejë reale kundër krimit dhe korrupsionit, nga një qeveri që del nga zgjedhje të lira dhe të ndershme, duke garantuar standarde demokratike evropiane.
Komisioni i Ekonomisë mblodhi sot për një seancë dëgjimore me grupet e interesit mbi paketën fiskale, ku Gentian Lalaj dhe shoqata e blegtorëve ngriti shqetësime serioze për sektorin e qumshtit. Ai kërkoi barazim të TVSH-s dhe mundësinë për prodhimin vendas që të shitet lirshëm, duke theksuar se fermat shqiptare shpesh nuk arrin të shesin qumshtin për shkak të mungesës së kooperativave funksionale dhe është paradoks që kërkohet qumësh nga Italia, por ne nuk mund të shesim sepse nuk mund të krijojmë një kooperativë. Detyrohemi të blejmë produkte nga Serbia dhe rajoni, ndërkohë që fermerët tanë nuk gjejnë treg për prodhimet e tyre, tha Lalaj. Ai shtoi se bashkimi i fermerëve mbetet i vështirë për shkak të mungesës së bashkëpunimit dhe problemeve administrative. Deputeti i PS Erion Braçe mbështeti kërkesat, duke theksuar se propozimet e fermerëve nuk kanë kosto shtesë për buxhetin dhe se problemet kanë mbetur të pazgjidhura nga ministritë e bujqësisë dhe ekonomisë. Ai paralajmëroi se vonesat dhe mosveprimi mund të sjellin humbje të mëdha në këtë sektor. Një atentat me armë zjarri tronditi sot Lushnjën, ku 45 vjeçari Julian Sula, i njohur si Juli i Pashakos, mbeti i plagosur në këmbë pasi u qellua me breshëri Kallashnikovi. Ngjarja ndodhi rreth orës 11:00. Sapo Sula kishte dalë nga banesa e tij në Karabunar, 3 persona të maskuar e pritën pranë stadiumit dhe hapën zjarr nga një makinë e parkuar në zonë. Sula arriti të shpëtojë plumave, duke u larguar me mjet drejt shtëpisë, ku u gjet edhe i plagosur nga policia. Autorët u larguan drejt fshatit Lifat, ku braktisën makinën me targa greke dhe i vun flakën. Në të u gjetën një Kalashnikov dhe një pistolet të sekuestruara si prova. Policia po analizon kamerat e sigurisë dhe i ka shoqëruar 6 persona, ndërsa edhe Sula është marrë në pyetje, por ai ka refuzuar të flasë. 45 vjeçari konsiderohet rivali i Aldo Barës dhe ka qenë i dyshuar për atentatet të mëparshme në luftën e bandave të Lushnjës. Julian Çumraku dhe Hamza Uka ju dorëzuan forcave Renea pas 12 orësh bllokimi në fshatin Orosh, por zgjodhën të heshtin përpara grupit hetimor. Ju jeni shejtani, ne jemi me të drejtën, ishin fjalët e vetme që thanë gjatë marrjes në pyetje. Mbi 2 të rinj të rëndojnë akuzat të rënda, përfshirë nxitje për kryerjen e veprave terroriste, kundërshtim të forcave të rendit, prodhim dhe mbajtje armësh pa leje. Hamza Uka i dënuar edhe më parë për nxitje urrëtieje dhe për postime radikale në rrjetet sociale që promovonin luftën në Siri dhe Irak, ishte dënuar me 3 vite burg në 2020. Julian Çumraku nga Puka ka prirje radikale dhe rekord penal për vjedhje dhe kanosje. Gjatë kontrollit të banesës ku ata ishin fshehur, policia ka sekuestruar 4 armë automatike, një pistolet, 17 granata dore, municion luftarak, kapsolla detonatore dhe një flamur të ISIS-it, duke evidentuar një aktivitet të qartë terrorist dhe kërcënim serioz për sigurinë publike. Washingtoni u zgjua me lajmin e një progresi të mundshëm në bisedimet për paqen në Ukrainë. Rustem Umerov, këshilltari i sigurisë kombëtare të Kievit, njoftoi se SBA dhe Ukraina kanë arritur një mirëkuptim mbi kushtet kryesore të marrëveshjes, që diskutohet në Gjenevë. Zelenski pritet të udhëtojë në SBA në datën më të afërt të mundshme për të finalizuar hapat e fundit me presidentin Trump. Bisedimet po zhvillohen edhe në Abu Dhabi, ku zyrtarë amerikan pretendojnë se janë takuar me përfaqësues rusë dhe Ukrainas, megjithse Moska nuk ka konfirmuar pjesëmarrjen. Dhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov deklaroi se po ndjeken raportet e mediave dhe nuk kanë asgjë për të thënë zyrtarisht. Presidenti Trump do të udhëtojë në Mar-a-Lago për ditën e falënderimeve, ku pritet të finalizohet marrëveshja. Ukraina ka rënë dakord me planin e Trump, megjithatë disa detaje mbeten për të përpunuar, ndërsa Rusia pritet të refuzojë dokumentin e rishikuar, duke lënë shpresë tek takimet sekrete në Abu Dhabi.